Falënderimi dhe lavdërimet i takojnë Allahu xhël xhelalu, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E me pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm. Jemi duke jetuar në pjesën e fundit të muajit të begatë të Ramazanit, madje kjo është edhe xhumaja hutbja e fundit për këtë muaj të begatë, e që është një sinjal se po afrohemi fundit të këtij muaji. Praktikisht jemi duke jetuar në netët më të mira të muajit të begatë Ramazan, por në 10 që në fundit. Të ndershëm vëllezër, ashtu siç edhe promovuam në ligjëratën para hutbes për zekatin, do të flasim në tërësi për pasurinë, sepse kemi nevojë të trajtojmë edhe më çështjet që kanë bënë lidhur me pasurinë. Duke qenë se Zoti i Madhërisht pasurinë e ka bërë mjet jetese, jo qëllim, mjet jetese. E duke qenë që e ka bërë mjet për jetesë, atëherë i bie se duhet të marrim shkaqet, sebepet, që të arrijmë deri te ky mjet për të jetuar me një mirëqenie të mirë. Dhe Zoti i Madhërisht, duke qenë se nuk i ka kriju njerëzit në tërësi të njëjtë, qoftë nga formati, qoftë nga nevoja, i bie se për secilin ka përcaktuar edhe faktor të veçantë jetese, ose ka përcaktuar forma të jetesës. Dhe duke qenë se Allahu xhël xhelaluhu është krijuesi i gjithësisë dhe ai është furnizuesi. Allahu ka krijuar të gjitha krijesat dhe ai furnizon të gjitha krijesat. Kafshët, shpenzët, i furnizon edhe insektet. Patjetër që na furnizon edhe neve, sepse ai është Ar-Razzaq, ai është gjithë furnizuesi. Mirë, po Allahu është i urtë në vendime dhe ligjet e tija. Allahu xhël xhelaluhu, pra secilit ja ka përcaktuar nga të gjitha këto krijesa sasinë sa i duhet. Pra neve me theks të veçantë si njerëz. Allahu xhël xhelaluhu nuk ne ka caktuar të njëjtën sasi të gjithëve të njëjtë. Sepse atëherë shumë prej dispozitave që folëm dhe flasim nuk do të ishte nevojshme për to. Por me që Allahu xhël xhelaluhu na ka kriju të ndryshëm në konfiguracionin tonë, pamjen tonë, edhe në çështjet e jetesës, ka parapar që edhe furnizimi ynë të jetë i ndryshëm. Por gjithsesi që Allahu xhël xhelaluhu siç promovon, ela ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir, në suratul Mulk, në kapitullin e pasurisë madje. Thot, po si nuk e din gjendjen tënde ai i cili ty ka kriju. Pra sakt Allahu e din se secilit sa na duhet. Nëse Allahu të ka dhënë pak, knaqu me te. Nëse Allahu të ka dhënë shumë, bëhu falëndërues dhe kry obligimet. Mirë, po duke qenë se njerëzit kanë nevoja të ndryshme. Pra, dikush ka nevojë për shkollim, dikush ka nevojë për martesë, dikush ka nevojë për shtëpi, e për gjëra të tjera, Allahu xhël xhelaluhu në saje të këtyre normave ka përcaktuar dhe rregulla. Dhe njëkohësisht Zoti i Madhërisht për të ardhur te pasuria ka legjitimu rrugë për të ardhur te pasuria e lejushme. Në mesin e këtyre formave, rrugëve është në radhë parë tregtia. Islami, vëllezër, feja islame e ka legjitimu tregtien dhe në Kur'an Allahu ka folë shumë për tregtien. Madje pjesë e madhe pejgamberëve janë marrë me tregti. Dhe vetë Muhamedi alayhis salam para shpalljes ka qenë tregtar. Pjesë e madhe e sahabëve, shokëve të tij kanë qenë tregtar dhe kjo çështje, kjo rrugë ka vazhduar. Pra, me pak fjalë, Kurani e legjitimon, jo vetëm që e legjitimon tregtin, madje thret në tregti, sepse është mënyra më e lehtë e furnizimit, më e mirë dhe më e lehta. Pra, bëhesh ti pronar, ti je ai që e menaxhon pasurinë. Pra, nuk bëhesh skllav i pasurisë, por pasuria bëhet në shërbim tënd. Prandaj dhe kjo është një prej rrugëve. Një rrugë tjetër është trashëgimia, mirazi. Është rrugë legjitime e pasurisë. Për atë arsye të ndershëm vëllezër, Zoti xhël xhelaluhu mundin e njerit nuk ja çon hoç. Pra, krejt lodhin që e ka bë baba me grumbullimin e pasurisë, ja vlen trashëgimtarëve. Dhe që ja vlen trashëgimtarëve
Përveç ky që u lodh shpërblehet për ta, tani shpërblehet që ja kalon trashëgimtarëve. Madje Allahu në Kur'an ngrit shqetësim, madje nxit përgjegjësit, kujdestarët, baballarët, mos t'i lënë trashëgimtarët të varfër, sepse nëse i lënë të varfër, ata bëhen barë e shoqërisë, e shtrin dorën, keq përdorin e kështu me radhë. Dhe kjo është një rrugë legjitime. Një rrugë tjetër legjitime është vetë sadakaja e përgjithshme. Sadakaja lëmosha e përgjithshme. Madje këtë e lavdëron Zoti i Madhërisht në shumë vende në Kur'an. Në suratul Bekara, në kapitullin e 2 në Kur'an, disa citate flasin për vlerën e sadakas lëmoshës së përgjithshme. Në mesin e tyre është citati kuranor, ku Allahu xhelle xhelaluhu kristalizon shpërblimin e atyre që apin në mënyrë të përgjithshme. Thot Allahu xhelle xhelaluhu: "Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbe, wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim." Shembulli i atyre që apin në rrugën e Allahut është sikurse shembulli i një fare. Nga një farë bin 7 kalli. Secili kalli i ka nga 100 fara. Allahu ja shton kujt të don. Pra, Allahu këtu në këtë citat e sjell shembullin çdo ku në Kur'an o vëllezër ku Allahu promovon kësi vlera, Allahu sjell shembullin, i bie që epja vëmendjen se ky shembull nuk ka i rastishëm. Allahu këtu fillimisht nxit në dhënie. Pastaj e dyta është këtu Allahu kristalizon shumë fishimin e shpërblimit të dhënësit. Pra, sikur që nga një kokër, nga një farë, kanë mbi 7 kalli, secili kalli nga 100 kokra dhe kështu përfitojnë të tjerë, kështu ti shpërblehesh. E gjithsesi këtu e nxjerrim edhe një mësim tjetër të ndershëm vëllezër, se nga dhënia përfitojnë njerëzit, nga dhënia ngriten vlerat e shoqërisë, nga dhënia qarkullon pasuria dhe kështu pra shoqëria jeton mesatare. Pra, dhënia është e kërkuar, shpërblehemi për te, edhe ajo e ruan pastaj pjesën tjetër të pasurisë. Gjithsesi, një prej elementeve ose rrugëve legjitime të pasurisht është edhe zekati, për të cilin dhe kam folë disa ligjërata. Mirë, po në mesin e këtyre rrugëve legjitime, për të ardhur te pasuria ose për të grumbullu pasuri, për të ndihmuar madje tjetrin, është edhe sadakatul fitri ose zekati i fitrit, i cili jepet ekskluzivisht në Ramazan. Zekati i fitrit ose sadakatul fitri jepet të ndershëm vëllezër për të gjithë grup moshat, të vegjëlit dhe të rriturit, meshkuj dhe femra, e apin të gjithë, dhe ka urtësi pse këtë e ka kristalizu pejgamberi alayhis salam në një hadith që përcjell Ibn Abbas, Allahu qoftë i kënaqur me të, thot farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhran lis-saimi min al-laghwi war-rafath wa tu'matan lil-masakin. E ka bërë obligim pejgamberi alayhis salam zakatin e fitrit ose sadakatul fitrin, pastrim për agjëruesin për ndonjë fjalë të mundshme që i ka rrjedh, jo e hishme, ose ndonjë veprim jo i hishëm gjatë agjërimit. Zekati i fitrit, për çata quhet zekat, pastrim i personit, e pastron pra nga ndonjë lëshim eventual gjatë agjërimit. Wa tu'matul lil-masakin, por është edhe një ndihmës për të varfërit. Kjo është arsye e zakatul fitrit dhe si normë të ndershëm vëllezër, jepet para se të falet namazi i fitr bajramit. Lejohet disa ditë para, sidomos prej natës së 27 të jepet, dhe gjithsesi që edhe ky lloj i zakatit ose sadakas jepet pra në 8 kategori që Zoti i Madhërisht i ka destinuar në Kur'an, prioritet kanë të varfërit dhe skamnorit. Pra, këto janë disa rrugë legjitime që Islami ka parapa, me qëllim tham të ndershëm vëllezër që shoqëria të jeton në një jetë, në një mirëqenie mesatare. Ata që kanë apin forma të ndryshme, atyre që jepet mundësia me punojnë dhe i shfrytëzojnë mekanizmat dhe kështu pra mbetet pasuria një element i rëndësishëm për jetë. Prandaj mesazhi shkon për rinin, që duhet me pas kujdes me shfrytëzu forcën e rinisë për të punu, për të gjallëru,
që me u kujdes për vetveten, me u kujdes për familjen dhe jo mu bë barre prindërve, jo mu bë barre shoqërisë, sepse kjo pastaj nxjerr, do thotë gjëra jo të mira për individin edhe për shoqërinë. Lutim Allahun e Madhërisëm që të na bën prej atyre që apim në rrugë të Allahut dhe i ndihmojmë ata që s'kan. E them këtë që ndëgjuat, kërkoj falje për vetvete dhe për ju, kërkoni ju falje sepse Allah është falësi i madh. Të ndershëm vëllezër të pranishëm, pasi që e kristalizova pak më shumë çështjen e pasurisë dhe rrugët, format e arritjes deri te pasuria dhe llojet e pasurisë, gjithsesi pastaj këto pasuri duhet të kanalizohen aty ku ka nevojë. Kështu që po e përcjellim mesazhin e kryesisë së Bashkisë Islame dhe të Këshillit të Bashkisë Islame këtu në Prishtinë, që të ndihmohen institucionet fetare në vendin tonë, duke qenë se pra është fjala përmes zakatit, përmes sadakatul fitrit, po dhe përmes sadakasë së përgjithshme, duke qenë se në radhë parë shkollat të cilat kujdeset Bashkia Islame këtu në vendin tonë, kryesisht mohen përmes ose furnizohen përmes zakatit, sadakatul fitrit e kështu me radhë. Pra, medreset me paralelet që janë këtu në Prishtinë, në Prizren dhe në Gjilan, po ashtu Fakulteti i Studimeve Islame dhe njëkohësisht mbarvajtja e organizimeve fetare në vendin tonë bëhet kryesisht përmes zakatit dhe sadakasë së përgjithshme. Prandaj të ndershëm vëllezër, gjithsesi që me që shteti nuk ndan ndonjë fond për aktivitetet fetare të gjitha llojeve, atëherë bie përgjegjësi e jona të gjithëve si qytetar që të ndihmojmë këto institucione, sepse xhamiat ndërtohen, pastaj institucionet fetare ruhen, pastaj aktivitetet zhvillohen, pastaj ne si hoxhallar kemi dalë si rezultat i këtyre shkollave për të shërby popullit e kështu me radhë dhe mendojmë se është mundësia më e mirë ata në Ramazan që të ndihmojnë këto institucione, edhe pse do duhej vazhdimisht gjatë 12 muajve të ndihmojnë institucionet, por me tekst të veçantë pra Bashkia Islame bën thirrje që zakati, sadakatul fitri dhe sadaka e përgjithshme pra të derrat në institucionet fetare që të ndihmojnë këto institucione. Lutim Allahun xhelel xhelaluhu për pranim të veprave, për vetvete, për ju, për gjithë muslimanët. Lutim Allahun xhelel xhelaluhu të na mundson të arrijmë natën e Kadrit. Allahu xhelel xhelaluhu të na shënon prej të amnistuarve, prej të falëve, prej të pranuarve. Lutim Allahun xhelel xhelaluhu ti të kalon krizat, vështirësitë dhe brengat ndaj të gjithë atyre që vuajnë dhe kanë vështirësi, ti shëron të smuarit tanë dhe ti mëshiron të vdekurit tanë.